Nëse mbejoni do ta përmbledhi, në fakt do të them atë që si komision djalë të ligjtare. Avokat, a e kuptova stak që do në diçka të shtesë për proces, a jesh ka së shpërfri këto? Proces veç për përmbledhi, kështu pa proces. Atëre, veç e bërë që po e elaboroj fjallën përmëtore. Për që të ato nëse vlerëson diçka shtetë për proces, një i lirë me... Me rënë si është ju me ndigjua dhe publiku, të na ju e vlerësanim. Dënim me burgim përjetshëm, nuk ka tjetër, gjykatë nderuar. Ju pishini rrethanat që kanë ndodhë edhe në gjykatë. Afrim Bunjaku, unë si përfaqësues i familjes tij, po vazhdon me u vra familja tij, me faktin që nuk është fare, askush nuk është pendu, madje as nuk janë distancu prej krimit. Unë e kisha kuptu një situatë, me thonë unë nuk kom marrë pjesë, se ka drejt me deklaruja akuzumit çka të dënë, po më vjen keq për vdekjen e policit, më vjen keq për vdekjen e familjes tij, po s'ka, nuk ka keqardhje. Nuk ka keqardhje, as nuk ka në farë kritike e sulmit që është bërë jo vetëm ndaj policit, Afrim Bunjaki po është bërë ndaj gjithë neve këto. Qëllimi ka qenë shkputja një teritorit Kosovës, e në atë pjesë teritorit Kosovës e mi gjithë ne. Më vjen keq, mos kujtoni që jam pa shpirt, më vjen keq mu për së cilin djalë të ri, i cili dënohet me burgim përjetshëm. Por, jo, nuk më vjen hiç keq kur edhe ka kry krimin, edhe provohet me prova, sot i prezentoj prokuroria, edhe në fund nuk shpreh kërqarje, edhe krejt këtë situatë na bjen me një situatë që na me menu, a jemi na se cili prej ne shtu të sigurt në shtetin tonë. Kosova është shteti i pavarur, nuk ka me mujt mu shkput asnjë pjesë e Kosovës. Edhe këto duhet me ditë gjithë këta. Vetë këta kanë mujt shumë vetëm proceduralisht mja lecu vetës situatën, me pas bashkëpunu me prokurorin, me tregu si ka ndodhë, që ka ndodhë, me shpre një keqardhje, nuk e kanë bërë asnjërin, madje kanë kujtu që drejtësia është lojë, jo më kujtohet, jo nuk më kujtohet, jo diçka majnë men mesazhe, jo kom kontaktu me mesazhe, provat janë qarta, ju e keni pa që në Viber keni një moment ku thot, ja filloj lufta, nuk qenë kaloj kjo punë. Në thot, gjitha këto i kam bo me vedije. Une e kem pa pri prove që këta nuk janë organizatorët, por këta nuk janë distancu prej organizatorëve, e tash le të vinë qata organizatorë e le t'i nxjerrin prej këtuvit. Jam praktikat në botë që për sulme tilla terroriste, dënimi me burgim përjetshëm është, në thot, minimumi që mundet me ndodhë. E keni rastin e Parizit në vitin 2015, e keni rastin e sulmit në Kulla Binjake, po e keni dhe rastin e Bostonit, edhe pse në sistemin ton juridik nuk ka dënim me vdekje. Gjohard Sarnaev është dënu me vdekje bashkë me vllahën e tij. Fakti që dikun thuhet na kem qenë pa përvojë nuk është arsyetim. Nuk ka përvojë dhe nuk ka diploma apo certifikat për me qenë terrorist. Edhe Gjohard Sarnaev ka qenë i pa përvojë, po ka kry krime monstruoze që nuk mundet me paramenu njeriu. Nuk du me përsëri që ka thonë prokurori dhe mbështes në tërsi, por shpresoj që edhe këta e kuptojnë që familja e Afrim Bunjakut po vazhdojnë me vujt. Asë njeri nuk jemi në lekur të me, ata po vazhdojnë me uvra çdo ditë. Ja kanë marë antarin e familjes, i cili ka qenë në kry detyres një polici respektum, një njeri shumë i mirë, unë e kom kontaktu me fqin, me krejt, nuk ka pas njeri ma të mirë, pse? Për shkak se ka mbrojt rendin juridik. Pra me këtë sulm, nuk është vra veç Afrimi, por gjithë ne jemi vra. Prandaj e kërkoj dënimin me burgim përjetshëm, në emër të familjes. Faleminderit.